Përshëndetje, sot do të hedhim një vështrim në diçka vërtet të madhe. Një ndryshim teknologjik që po ndodh fiks tani para syve tan. Ardhja e njerëzve digjital që duken real. Pjesët e këtij puzzle gjigant janë ndërtuar prej vitesh dhe tani më në fund duket se po bashkohen. Le të shohim pak se si. Le ta nisim me pjesën e parë, truri. Dhe lajmi i madhës, kjo pjesë konsiderohet e zgjidhur. E zgjidhur. Modelet e mëdha gjuhësore, si ChatGPT apo Claude, kanë arritur një nivel të jashtëzakonshëm në të kuptuarit e gjuhës dhe në arsyetim. Çfarë do thotë kjo në praktik? Që një njeri digjital nuk është më thjesht një program, le të themi i thjesht. Ai mund të mbajë biseda vërtet komplekse, të personalizojë përgjigjet, pra inteligjenca nuk është më pengesa kryesore. Okej, vazhdojmë me Zorin. Edhe këtu, problemi zgjidhur. Teknologjitë që e kthejnë tekstin në zë, mendoni për kompani si Eleven Labs, kanë bërë një hap thjesht gjigant. Zërat që krijohen tani janë kaq natyral, me intonacionin e duhur, madje edhe të ndjeshëm ndaj emocioneve. Kështu që një njeri digjital nuk tingëllon më as pak si robot kur flet. Dhe treta, pamja. Fal mjeteve si MetaHuman dhe përparimeve të pabesueshme në CGI, personazhet digjital tani mund të jenë gati të padallueshëm nga njerëzit e vërtet. Po flasim për lëkurën, flokët, mikroshprehjet e fytyrës, të gjitha këto mund të riprodhohen me një realizëm mahnitës, dhe kjo në kohë reale. Mirë pra, nëse truri është zgjidhur, zëri është zgjidhur, edhe fytyra është zgjidhur, atëherë pse personazhet digjitale që shohim sot ende ndihen, pa jetë, të ngurtë, pa shpirt, pavarësisht gjithë këtyre përparimeve të jashtëzakonshme, diçka thelbësore, diçka jetike, ende mungon. E po, kjo na sjell pikërisht te thelbi i çështjes, te pengesa e fundit që i ndan qenie digjitale nga të qenit vërtet të besueshme. Mund ta quajmë problemi i të qenit gati njeri. Ja ku është pika kyçe. Pengesa e fundit është lëvizja natyrale. Po, kaq e thjesht. Po flasim për gjestet spontane, për gjuhën e trupit që sinkronizohet në mënyrë perfekte me atë që thuhet, me emocionin, me kontekstin dhe gjithçka në kohë reale. Pa këtë element, edhe njeriu digjital më realist në botë do të ndjejë bosh si një manekin që flet. Dhe pikërisht këtu hyn në lojë zgjidhja që propozon OpenHuman.ai. Tani, keni parasysh, kjo nuk është thjesht një teknologji e re. Jo, është një vizion i tërë, i ndërtuar rreth një ideje sa geniale, aq edhe të njohur për ne. Një App Store, por imagjinojeni, për qenie me inteligjencë artificiale. Kjo tabel e thjeshton konceptin në mënyrë perfekte. Të gjithë e njohim App Store, apo jo? Aty gjen aplikacione. Njohim Shopify për produkte fizike. E po, OpenHuman.ai synon të bëhet pikërisht kjo. Platforma ku do të blihen dhe shiten njerëz digjital. Pra jo thjesht programe, por entitete interaktive që jetojnë, flasin dhe lëvizin. Po mirë, çfarë do të thotë kjo në praktik për përdoruesin? Vizioni është ky, një asistent. Kudo që shkon. Imagjinoni pak, një asistent të vetëm, me të njëjtin personalitet, me të njëjtën kujtesë, që shfaqet pa asnjë problem në pasqyrën inteligjente në mëngjes, pastaj në ekranin e makinës rrugës për në punë dhe më pas në telefon. Një marrëdhënie vetme, e vazhdueshme, pa ndërprerje. Tani, për ta bërë gjithë këtë realitet, OpenHuman nuk po ndërton thjesht një produkt të vetëm. Jo, ata po ndërtojnë një ekosistem të tërë. Këtë tregëri krijon një ekonomi të plotë, me role shumë të qarta për të gjithë pjesëmarrësit. Le të shohim se si funksionon e gjithë këtë makinë. Në thelb, gjithçka rrotullohet rreth 3 aktorëve kryesor. Së pari, kemi krijuesit, ata që i ndërtojnë këto qenie. Pastaj kemi përdoruesit, ata që ndërveprojnë me to, dhe në mes kemi platformën, e cila është si ngjitisi që i mban të gjitha bashk, që mundëson gjithë këtë marrëdhënie simbiotike. Le të flasim për krijuesit. Për ta, propozimi është jashtëzakonisht tërheqës. Ata e ndërtojnë një njeri digjital vetëm një herë dhe mund ta shesin atë kudo, në çdo pajisje. Platforma kujdeset për gjithë pjesën e vështirë, për infrastrukturën, duke i lënë ata të përqendrohen tek ajo që ka vërtet rëndësi, personaliteti, karakteri, sjellja. Dhe pjesa më e rëndësishme, ata nuk po shesin thjesht një skedar 3D, ata po shesin një përvojë të gjallë, interaktive. Nga ana tjetër, për përdoruesit, përfitimi kryesor është vazhdimësia. Mbaron epoka e asistentëve të ndryshëm për pajisje të ndryshme. Këtu kemi një marrëdhënie të vetme, konstante, konteksti bisedës sinkronizohet në mënyrë të përsosur,
Pra, nëse nis një bisedë në pasqyrë, mund të vazhdohet në makinë pa humbur asgjë. Kjo krijon një ndjenjë të vërtetë të një shoqëruesi digital. Dhe së fundi, platforma. Cili është roli i saj? Mund të mendohet si mundësuesi kryesor. Open Human ofron mjetet, tregun dhe gjithë infrastrukturën teknike që lidh krijuesit me përdoruesit. Për këtë shërbim, natyrisht merr një komision prej 30%, një model shumë i ngjashëm me atë që njohim nga App Store. Mirë, por le t'i kthehemi pyetjes së madhe. Si e zgjidh Open Human atë pengesën e fundit për të cilën folëm në fillim, atë problemin e lëvizjes? Këtu qëndron, le të themi, salca sekrete e tyre. Teknologjia thelbësore që i bën këta personazhe të ndihen vërtet të gjatë. Zgjidhja ka një emër: motori i sintezës së lëvizjes me inteligjencë artificiale. Çfarë bën ky motor? Në thelb ai analizon tekstin, audion, madje edhe emocionet në kohë reale dhe pastaj gjeneron gjeste dhe gjuhë trupi krejtësisht të natyrshme. Ky është motori që e transformon një model statik 3D në një qenie që praktikisht jeton dhe merr frymë para syve tanë. Dhe diferenca që bën është si dita me natën. Kjo tabele tregon kaq qartë. Para kësaj teknologjie, lëvizjet janë të ngurta, mekanike, përsëritse, me të ato bëhen natyrale, spontane, plotjet. Ky është pikërisht hapi që shndron një avatar të thjesht në një qenie. Mirë, tani le të bëjmë një hap pas dhe të shohim vizionin e madh. Si do të integrohet e gjithë kjo në jetën tonë të përditshme? Sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për një aplikacion simpatik, bëhet fjalë për një mënyrë krejtësisht të re se si do të ndërveprojmë me teknologjinë në të ardhmen. Ky skenar e bën të ardhmen shumë më të prekshme. Imagjinoni një ditë tipike. Mund të nis me asistentin që ju përshëndet nga pastyra e banjos. Gjatë rrugës për në punë ai jep përditësimet e fundit në ekranin e makinës. Në zyrë ai ndihmon me detyrat e përditshme, si hartimi i emaileve. Dhe në mbrëmje e gjeni në televizor duke sugjeruar filma. I njëjti asistent, i njëjti kontekst, pa ndërprerje, kudo. Dhe kjo na lë me një mendim të fundit, goxha provokues. Vizioni i Open Human sugjeron se pas një 10 vitesh, paradigma jonë e ndërveprimit do të ketë ndryshuar rrënjësisht. Ndoshta, në vend që të hapim 10 aplikacione të ndryshme, do të ndërveprojmë thjesht me qenie digjitale të specializuara. Dhe kjo ngre një pyetje për të menduar. A jemi vërtet gati për një botë ku kufiri midis një aplikacioni dhe një shoqëruesi fillon të zhduket plotësisht?